Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Monini, Ponti, Riso Scotti dhe uji Tepelen. Shija e anës. Ko është e marinimi që është më e gjatë, ju ftoj deri në 30 minuta ta marinoni mishin e lopës. O, ngjyë. Do ta ngjy. O, pasha, zotin. Zdeca. O, Anushe, po duar të arta. Faleminderit. O zëtë, çfarë trëndafila. Çfarë ngjyre? Jo reale, por janë reale nga Flom Flower Shop. Mirëmëngjesi. Hajde dalë këtu shikues. Mirëmëngjesi ka do që po na ndiqni në këto momente Kosovë e diasporë. Mirëmëngjesi në këtë dhjetor të bukur. Mirëmëngjesi krejt shqiptarëve që çdo të diel zgjoni me Klan Kosovën dhe e ndiqni shijen e anës, Për mua gjithmonë kënaqësi, gjithmonë emocion që projektet e mia gjithmonë janë pëlqyer, unë gjithmonë punën time e kam bërë me zemër dhe me shpirt. E kam potencuar më herët, po e them edhe sot. Ju jeni me fat, ti që po na ndjek këto momente, dhe nëse e bën punën me dëshirë, je me fat sepse jo të gjithë e kanë këtë fat që ta zotrojnë një punë që e dojnë. Si të gjithë të ftuarit që i kam çdo të diel, sepse me shumë delikatesë i zgjedh ato, edhe sot e kam një të ftuar dhe gjithë të ftuarit e muaj dhjetor janë secili më i veçantë se tjetri. Por fillimisht po du me falendru Arnisa Mjekun dhe Blerta Mjekun motrat, që sot kemi fenirat flokët dhe Arnisa, super talent, ja ma ka bërë këtë grim. Flom Flower Shop, që jep jetë emisionit tona, jep ngjyra. Si kuptoj ata njerëz që nuk e dojnë lulen, mu më madhuru dikush një lule në ditë, më lumturana, nuk e di, e ka atë energjinë. Si puna e diellit, mendoj që edhe lulja është një lloj dielli në vete. Ciao Berto dhe Franke, teknika, kuzhinat më të mira në vend, made in Kosova. Bleni edhe ju që jeni në diaspor, keni mundësi tashmë që të merrni mobilje dhe çka do nga Ciao Berto, sepse e realizojnë edhe transportin jashtë nëpër botë. Ponti, Riso Scotti, kemi pastat Garofalo, kemi ujin më të mirë shqiptar, tash e 30 vite në treg, ujin Tepelen. Sot s'kemi as oriz, as pasta, por kemi një salat. Po salat me mish, dhe dikush e i anë salat. Salat me mish të kuq tagliata, një recetë famshme italiane, e kam realizuar sezonën e kaluar kemi pasur djathim parmezan, kemi pas rukola, sot se kemi asnjërin, do ta marinojmë mishin e kuq me pontina, me uthullën më të mirë balsamico italiane, do të përdorim edhe salsën nga Tigulio me tartuf. Po pse vendosa salat? Sepse sot kemi një të ftuar të veçantë. Entela Çenko është ekspertja, shqiptarja jonë e cila na vjen nga Tirana. Atë e kemi special sot tek Shija e anës, e cila do të na mësoj se cila verë me cilën pjatë shkon. Pra, a hahet mishi i kuq me verën e bardhë? Jo, këtë e di, sepse hahet me mishin e kuq. Pra sot me këtë salat
do të konsumojmë verën më të mirë nga Argo Grupi, babuna nga Tikfeshi. Se çfarë verë është kjo, sepse unë jam ekspert dhe nuk kuptoj, do të na mësoj vetë Entela Cenko. Ju ftoj, mos e ndroni kanalin, jemi live në kanalin tonë zyrtar, shija anës në YouTube, like, follow, subscribe. Vetëm një reklam dhe kthehemi për të gatuar super sallatën, o zot, do ta pjekim atë mishin, kemi edhe pak bukë, do ta skuqim edhe bukën me vaj ulliri, me vajin më të mirë italian, Monini. Mos e ndroni kanalin. Shikues, tani është momenti për të gatuar një recetë që s'na merr kohë hiç më shumë e hiç më pak se 5 minuta. Vetëm çka është koha është e marinimit që është më e gjatë. Ju ftoj deri në 30 minuta ta marinoni mishin e lopës. Këtu kam afër meje një copë të mishit të lopës, të cilin do ta marinojmë me vaj ulliri, vajin më të mirë italian të Virgjer Moninin, së bashku me aceto balsamico, kemi nga Ponti balsamico, pra nuk do ta marinojmë mishin me verë të kuqe, sepse ekziston ajo mënyrë, por do të shkojmë me balsamikon, e cila që sa më shumë qëtri, aq më shumë do të jep një shije që as ju nuk do ta besoni. Me çka do të jetë sallata shumë e thjeshtë, nuk kemi perime, është një lloj paragjelle shumë e mirë, e lehtë, për çfarë do lloj kohe që ju dëshironi ta hani, sidomos tani për festat e fund vitit, pse jo të jetë një ide për tryezën tuaj. Kemi salsën më të mirë me ricota, tartufë dhe piper të zi nga Tigulio. Thjesht do ta lyejmë pjatën, me të do të vendosim pak salcë, pasi ta pjekim mishën, ta prejmë në copa të vogla dhe sipër salcës me tartufë e ricota dhe piper të zi do ta vendosim mishin. O zot, kur ta prej mishë, mani kur ta ngjym të salca, unë tova. Ko marrë sot unë të emision. Atëhere, pa humbur kohë, po i heqim unazat, po i vendosim dorëzat dhe po fillojmë marinimin e copës së mishit të lopës, të cilën do ta vendosim te kjo ena këtu. Dhe ju thash, ne 10 minuta në emision do të presim, ndërsa ju minimumi 30 minuta, nëse keni kohë më shumë edhe 1 orë është fantastike, po pa gjysore mos e piqni mishin. Fillimisht do të vendosim pak krip detit, ja kështu. Do të shkojmë me piper të zi, ja. Kështu. Tani do të marrim vajin më të mirë italian, vajin Monini, ja, do të vendosim pak vaj, ja kështu. Dhe kemi aceto balsamico nga Ponti, ja. O sot, vdes. Do të thënë ja kështu. Do të vendosim aceto balsamico, ja, do ta mbushim mirë. Okej? Dhe ju thash, një paragjell shumë e lehtë. Dhe ja kështu, në këtë formë, ja, pra në këtë formë kështu. Ja, në këtë formë kështu. Do ta marinoj mirë mishin. Dhe besoni ose mos besoni, kur do ta hapni pastaj këtë enë, do të shihni që gjithçka është zhdukur, sepse mishi do ta thith të tërë vajin dhe balsamikon. Ja, pra në këtë formë do ta marinojmë më. Ja, pra, kështu. Nuk mujta me i rezistu bukës, ha? Shikues, kemi një bukë artizanale. Fërterja tashmë është nxehtë, është momenti që ta pjekim copën e mishit, ha? Ja. Do të vendosim pak vaj ulliri, më i mirë, ja? Italian Monini. Dhe pa humbur kohë do ta marrim menjëherë mishin, sepse e dini që vaj ulliri digjet shpejt, kështu që do ta vendosim direkt. Ja. Ja. Ta marrim copën e mishit, ja kështu. O zot, çfarë arome, ai kisha ngjy bukën tani këto. Do ta ngjy tani. Ja. Edhe po. S'kom çare, ha?
Wow. Caki, hajde Caki këtu. Caki. Ngjyje mirë të lutem, a? Jo, faleminderit. Hajde këtu Caki. Ngjyje mirë të vaj. Ngjyje mirë. Hajde, ngjyje. Hajde edhe unë pak këtu. O zot, hajde tash, provoje. Caki fol? Së bëllkot që këtë pohajnë. Shumë mirë. O zot sa e miran. Ja, pra kur t'ju ngell kështu vaj me balzami, por mos e hidhni, po hajeni, o shkriva shikues. Më bëf të mira. Tani, sepse mishin jemi duke e pjek në mënyrë mesatare, disa herë do ta rrotullojmë. Marrim një fërtere, kam zgjedhur fërteren për shkar me vija, sepse copat e bukës do të na duken ende më të bukura, do ta bëjmë bukën krokante, ha? Ja, do të vendosim pak vaj ulliri, nga vaji më i mirë, monimi. Do ta kriposim fërteren, ja kështu, pak krip në fërtere. Shkoj me pak piper të zi. Do të marrim dhe rozmarinën, sepse kur ta fiton nxehtësinë vaji i ullirit dhe kur gjitet rozmarini piqet o zë çfarë arome, ja. Do të vendosim fërtere, vendosim ja edhe pak rozmarin. Ja pra, presim vetëm pak sa të na nxehet vaji, ndërkohë po e kthej mishin, ja kështu. Wow, hajde kamera. Hajde prej afër, ja. Wow, ja. Tani do të marrim bukën, që do t'i vendosim ja kështu në fërtere, o zot. Ja, pra, kështu mirë, ta ngjyejmë. Dhe do t'a thith krejt rozmarinin e piperin e, o zot, ja. Ja, kështu. Ja, pra, ja. Po stërpik shumë vaj, kështu që do ta mbyllim. Dhe me që jemi ka fundi i pjekjes, do ta ngrisim pak temperaturën, ja. Tani, ja kështu, do ta hapim. Ja, dhe do ta kthejmë. O zot. Po thuaj se mishin e kemi gati, ja edhe bukët për pak do të na skuqen, o sa mirë. Ja, vetëm edhe njerë do ta kthejmë dhe mishin e kemi gati. Ja, pra. Okej, po e mbyllim shporetin sepse edhe buka gati na është skuqur, po vjen një super aromë nga rozmarini, mishi na është pjekur. Çka do të bëjmë tani? Shumë e thjeshtë. Mjafton ta bleni salcën tigulia, që është me tartuf, djath, ricota dhe piper të zi. Kam zgjedhur këtë pjatë sepse është super fine. Dhe çka do të bëjmë tani? Shumë thjeshtë, ja. Do të marrim salcë, ja kështu. Ja, pra, do të marrim vetëm edhe një lugë, ja, besoj që mjafton. Dhe ja, pra, do ta shtrihem, ja, kështu. Besoj që mjafton. Ja. O, zot. Me këtë salcë mund bëni edhe pasta, edhe risotto, edhe çka ta që don zemra. Ja krejt për fund, ja bukët i kemi gati, ja. Ja. Hajde kamera nga, ja pra sa mirë na janë skuq. Por tani çka do të bëjmë? Do të marrim mishin, ja kështu. Ja. Mishin e pjekur, ta vendosim të drasa, sepse tani do ta prejmë. Tani shikues, copën e mishit e kemi këtu. Ja, kamera, afro të lutem. Ky është mishi. Ja, pra, do ta prejmë kështu, në këtë formë. Ja. Ja. Tani, ta vendosim mishin, ja, kështu. Ja. Hajde kamera. Ja, kështu.
Dhe krejt në fund, do të marrim bukën, kështu. Do të marrim në të dy anët nga 2 copa bukë. Ja, kështu. Mos harroni shikues, kur ta gatuani këtë super pjata. Prit. Wow. Çfarë kam? Kush je ti? Wow! Një pyetje lutëm se do ta shijoj. Ja. Çfarë kam? Do ta shijoj. Babuna. Tik veç, po, me 3 varietete, me 3 lloje rrushi, jemi me plavec, vranac dhe sira. Do të lutem, do më japësh atë për unë? Po ta jap, pra. Shija e anës? Okej, po. Ja, kush pjata jote? Jo, kush ta hapi derën? Të lutem. Hajde. Shkon me verë të kuqe. Mishi kuq. Kjo është e jotja për ndryshe. Vërtetë? Po pra, me vërtet. Po tani, do shijojmë një gotë verë? Do shijojmë, po mund të përqafoj se thonë shikues u fut kjo në emision. Mirë më gjese 4 herë shikues. Entela Cenko, sommelierja nga Shqipëria, nga Tirana, nga Shqipëria. E jonja pra. Jo, po pra, dhe Kosovës jam. Eksperte e verërave, e kemi super aktive. Se kam pas më herët në intervistë. Me verë, me mish të mirë. Jemi në muajin festiv. Tani këto festat tona janë shumë të gëzueshme. E vërtet. Vjetori është i tillë. Verë, shoqëri e mirë, pak zjarë bubulaki themi ne dhe vaj. Diaspora është me ne me shirë në anës në Klan Kosova, çka i thua diasporës të momente? Gëzuar festat, një vit i mbar dhe ju presim edhe në Shqipëri dhe në Kosovë për gjëra të bukura. Është koha që të ham. Po para se të ham, na ka sjell dhuratën më të mirë nga Argo Grupi, e kemi babunën. Do të shkojmë vetëm me një reklam? Çfarë do të thosh shikuesve, mos ndrojnë kanalin, ta provosh të pijat, kemi shumë për të biseduar ne sot. Çfarë thua shikuesve? Provojeni, shijojeni dhe mos lini asnjë gjë për një tjetër. Po do e provosh tani ti. Pastaj do na tregosh a ja vlen, a nuk ja vlen. Na paskor me një çantë shikues, a? Çanta jote me instrumente, besoj. Po do ta zbuloj më vonë. Jo. Marketing. Marketing? Thuaj marketing, reklama. Është marketing, reklama. Pastaj. Qa të them, të lutem tingujt, gota Meri. Tinguj shikues, e ka aktrona që ka? Po çfarë aktrimi moj? Është vera. Që pimer e ka poko, të dikush a normal, kjo pimer e ka poko. Jo, sepse tapa tregon që nëse vera është në rregull apo jo. Është në rregull babuna? Po, në rregull është. Të lutem. Atëherë shikues, shkojmë jo me marketing, po me muzika, një tingull muzikës. 1, 2, 3. Hajde edhe një herë. Këto janë gota special shikues, a? E sa pishon ajo gota? 3 gram. 3 gram? Kjo më duke do na thehet në gojë. Jo, do ta shijosh verën në mënyrë perfekte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hajde një. Wow. A mundet ta ulesh? Patjetër. E juaj. Tani ti je eksperte. Fillimisht e di që e mbushni edhe e rrotulloni. Qa është kjo kështu që të oksigenohet? Po. E mi marë era po me pi direkt, si shkon kjo? Hajde, na tregon ekspertja shikues. Se tani e fillove me pi direkt. Të lutem. Ja pra. E marrim një herë këtë gotën kështu. Po, kështu. Sa e bukur që është kjo gotë. Shumë e bukur, wow. O zot. Kjo përzgjedhja e juaja ishte perfekte. S'më lënë këto aromat të gatimit. Gjithmonë kështu gatuan? Hajde as ke hangër, atë po bëj shefin shikues. Po jo, se kemi shikë jo elegante. Po di si vjen, rozmarin, tartuf, mish, kush. Wow. Tani neve e shikojmë këtu, në çfarë niveli është kjo verë? Çfarë ngjyre të duket kjo këty? Se është pamorja ajo që ne kemi si fillim. Po kuçe errët pra? Në një rubine, shef ti rubinin këtu? Hajde pra tani? Ja, nuk sheh, ja.
Ta bëjmë kështu? Po se duhet fusha e bardhë të kuptuar që kjo është një rubin, një ngjyrë kuqe e kthiellit. Hajde, po themi që po e kuptoj, po Do ta kuptosh. E oksigenojmë dhe shikojmë. Këto kodrina, këto male. Male, i ka një kjo... Na themi tripave. Edhe të bëjmë gëzuar fillimisht një se na erdhe dhe shianës. Shishi, hajde ta provojmë. Tani po e mbaj mirë gotën ajo. Nuhate pak, nuhate. Hajde po e nuhasim, ha. O zot. Qa buqete, ha? Tani, shumë e mirë është e ëmbël. Buqet. Qëfar të frutave të kuqe? Qëfar është? Sonte kur do flej, kur të bëhet nata, do ndroj këtë gotë. Një kumbull. Nuk po gënjej, gëzuar edhe njerë, mirë se na erdhe të shianës, me të vërtet shikues, është një verë e ëmbël. Provoje. Nuk është shumë e ëmbël, ja. Ajo, okej. Qa që marrë vesh edhe? Do të bëj unë dyshi unë se të verës, vdes. Po duhet nga bësh tani, jemi me kuzhinën. Po, a do të provosh tani këtë? Do ta provoj pak këtë? Fillimisht me rebukën pak, si ky rozmarini, shikohet. Kafshoj një rebukën kështu. Po e bëj kështu. Ose ngjyje. E pa ta ngjyejmë. Po. Tani ta provosh mishin, pastaj ta marrësh edhe salcën e tartufit. Po kjo buka që përgatitshoj, ja vjedha shikues, ha. Hajde ta provojmë pak bukën, o zot. Ideja e kësaj pjate të erdhi kështu natyrshëm. Shumë natyrshëm më erdhi. Thash mos bëj pasta, risotto apo ndonjë sallatë, po thash të bëj mishin e kuq, sepse mishi i kuq. Po për festa. Shumë shkon për festat fund vitit, ne ham shumë mishin e kuq. E di si fillojnë mbrëmjet e festave? Zakonisht për vit, fillon që në mëngjes. Bëhet një antipas, edhe me diçka të pjesës së mishit, prosciuttat e mishit të thatë ose djafra. Pastaj kalohet me salcat dhe më pas shkohet tek ajo pjesën e duam shumë mishin e kuq edhe vera. Do të fillon avash. Ta shijoj pak unë lutem. Shijoj valla provoj. Unë po na unë shikoj. Kom ja 10 mandej vetëm edhe pak mish. Ja ke thikën, prej edhe ngjyje mirë tek salca e tartufit, ja unë po ja 10 pak salcë kështu. Salcën se kom bënë, shuku se keni tigulli, e gjeni në çdo market të Kosovës. Po ta marrë një copë misha. Ajde sa ki ofër? Ajde sa ki? Por mua merë dyrë se... Ja. Shimin e kemi të perfekt. Hajde ta provoj. Një sekund. Ja, kështu. Hajde. Ana. Zgjedhje për kryer, ë? Pëlqen? Po, s'po flas shikues, hajde. Shiko, po, mirë, se nuk duhet të folur me gojën. Jo, unë nuk duhet të flas, për fjalën, ti fol. Të lutem, kur të vish në Tiranë, tek ato eventet që bëj unë, mund të më gatuash këtë pjatë të tillë? Patjetër. Po desha të bëj edhe risotto, një çaj risotto. Mos të them që i bëj më mirë se italianë. Po mirë pra. Që të duash? Në prak festa që jemi, kur ke për ndërmend të vish në Tiranë? Nuk e di, kom bo plan, do jem diku në Evropë, së shpejti, por pasaj do vi dhe në Tiranë. Po, nuk vi pa pagesë, do shëm pagu. Po ne prandaj kemi marketingun. Po të nguzi, pra, ta më puna. Më kërkove ti të holla që erdhe këtu, ja. Po shiko, ka dhe diçka mes njerëzimit, ne jemi njerëz në radhë të parë, patjetër, jemi miq, vërtet. dhe jo çdo që bëhet me lek, bëhet edhe pa lek, patjetër, pa monedha. Patjetër. Ajo që është brenda nesh, është ndjenja e njësia. Unë po e shijoj. Unë të them që zgjedhja ishte perfekte. Të pëlqen si ide një lloj paragjelle për festat fund vitit etj. Perfekte. Dhe kjo edhe të ndjell, që do thotë që mund të pish pak, me mesmish që mund të shtrosh një para dark, që është vetëm për pjesën e mëngjesit ose drekës, sepse kjo është një, siç e thatë dhe juve, një sallatë, por kjo fillon edhe të tret. Kjo salca për shembull, siç thatë dhe juve, që me risotto do shkonte shumë mirë, por edhe me diçka tjetër, që do të thotë edhe me një prosciutto të mirë do shkonte shumë mirë kjo salca. Kjo rozmarina shkon shumë mirë me mishin, edhe pa salca shkon shumë mirë. Ndërthurja jote është perfekte. Të pëlqen? Po, më pëlqen. Nuk e kam futur kot fare. Absolutisht. Absolutisht. Unë i kam gjërat e drejtë për drejta dhe kush më njeh,
Uji më i mirë shqiptar, besoj e një, s'ka nevojë për prezantim, të lutem. Uji të pelen, me alipash të pelenët. Totali do të tregoj diçka, po mos qesh me mu. Unë kam mendu që është Skënderbeu unë më thanë qa po vlet. Kjo është alipash të pelena. Tani, pi çka të pish me ushqime. Unë e di që vera është verë, po uji është uji, bre. Uji është hidratim, hidratim, pra, unë gjithmonë e kam pranë. Dhe unë them që gjithmonë edhe në çdo tavolinë që pa ujë s'është jeta. Po. Që duhet të konsumosh ushqim, verë edhe ujë. Do të flasim shumë për verën, je eksperte, ke përfundu shkollën e tretë në Itali, po. Për sommeliere, eksperte i vera, do të flasim për të dhe për ty më shumë, sepse ke eksperiencë edhe me ushqimin, më tha që ka përfundu dhe shkollën e ushqimit, këtë nuk e dija. Kështë e vlerësoj si kompliment këtë që the, besoj që s'ma ke bo qefin, vetëm pse je në emision? Jo. S'ka lidhje fare. Okej, do ta lëm shikues që të hajnë qetësi Entela Cenko. Mos e ndroni kanalin, po me fjalët e Encelis, do të themi shumë shpejt. Do ta përfundojmë këtë verën, nga t'i ktheshi prej babunës, o zot. Qa të ti thua shikues përmes kësaj kamere, ja ku e ke cakollin karshit teje. Konsumoni ushqim të mirë, produkte të zgjedhura dhe dëgjoni ekspertët, ata që gatuajnë, ata që pijnë verë dhe ata që kanë dashuri për çdo gjë. Tani, me fjalët e tuaja, ja vlen që ata të shpenzojnë pak lek po e quaj dhe ta bëjnë këtë gatim, ta fusin në menyn e fesave të fundvitit, çfarë do ju thua shikuesve? Me fjalët e tuaja. Po pse kjo kjo për mua nuk ka kosto të lartë, sepse nuk ka. Pa ja vlen për shijen tënde që ai thush shikuesve ta gatuajnë. Patjetër që ta gatuajnë. Pastaj ne duhet të kuptojmë dhe shijen e re, sepse një copë mish, ne dim shumë mirë që një 300 gramësh është. Ka një kosto të shumë të lartë. Salsa e mund ta përdorim edhe për herë të tjera. Vajin ullërit e kemi të përdorshëm çdo në ushqim, kështu që kjo shkon perfekt. Bukën e kemi çdo familje ne. Po e kemi traditë o zot. Dhe ju e keni edhe shumë të mirë, me shumë të mirë o zot. O ngjyë. Do ta ngjy. O pasha zotin. Zveta. Anushe, po duar të arta. Faleminderit. Shiko sa mirë që ka ardhur kjo frymëzim shumë i bukur, Shumë faleminderit. Shikues. Shihemi pas pak se do ta përfundojmë bashkërisht, më duket të pija. Shikues, u rikthyem nga bloku i marketingut, jemi këtu me Entela Cenkon, sommeliere eksperte e verrave. Po më intereson Entela prej nga kjo dëshirë që ti të merrej me këtë profesion? Familja, dashur. Familja? Po, kam një kulturë në familje, sepse xhaxha im i madhi është marrë me verë, ka qenë profesor edhe për enologjinë, dhe ne kemi një origjinë që prodhohet dhe verë dhe raki. Dhe kështu që ne u mësuam edhe si familje e madhe që ta anonim edhe nga vera dhe nga rakia. Unë dashuroja aromat, dhe kështu që ngilat e vera. Për ty e verdha apo e kuqja? E kuqja. Pse e kuqja, gëzuar? Kute unë... Matësi që je këtu. Faleminderit. E kuqja thohet që është gjaku i Krishtit, është vetë jeta, nuk e di pse është kaq i dashur. E kam... S'të dhimbse këto të dhëmbët? Jo, nuk më dhimbse të dhëmbët, se shqyr Zotit ka tani falceta për të bërë diçka, por i kam original të mit. Po të pas kanë zi, Shiko, po kam në shumë komente, pas ka rënë dhëmbi mesit. Po ti e ke vetë kështu, edhe e din qa thonë për njerëzit që kanë këtë hapësirën të dhëmbi që jeni shumë të veçantë Entela. Ja, dhe si vetë profesioni. Si vetë profesioni, po edhe vetë si ti, ke edhe një emër shumë të bukur, Entela. Qa do të thotë Entela? Ja pra shikues babuna nga Argo Grupi. Po, në fakt ka një histori, se xhaxhai, sigurisht që xhaxhai mama ka vënë emrin, prandaj dhe shkoi tradita familja. Shumë unikat. Dhe para disa vitesh kam studiuar se nga vinte, gjithon nga Shqipëria ose kishte një gen shqiptar, por jo. Në Itali, në Liguria është një lum që quhet Entel. Entel. Po, dhe nga aty, sepse xhaxhai ka qenë në studios dhe lexues, aty ka marrë dhe emrin për të më dhënë mua emrin, kështu që kam një histori shumë të bukur. Sa kona nevojitet që jo të bëjmë ekspert 100%, po të jemi njës i verës, dalim në një restoran dhe e dim çfarë po porosisim, bas asaj çfarë po ham. Sepse, mund thash, jo rastisht kam gatuar sot mish të kuq, sepse me të kuqen shkon vera e kuqe dhe e kishin këtë verë nga babuna, por
Si të mësojmë, ja? Jemi në restoran, Shiko, shija është personale e dashur dhe nuk mund të them është një protokoll, sigurisht që ka një protokoll që do pish me një verë të kuqe do konsumosh mish të kuq, por varet edhe çfarë mishi është, sepse kur është një mish që ka një strukturë të fortë, është i stazhonuar, sidomos do një verë më shumë të fortë. Të stazhonuar do na përkthesh në shqip? Atëherë është një mish i vjetuar, keni parasysh ato mishën e thatë që përdorim ne, mishin e pastërma ose prosciutto, ka dhe mish leje 45 ditë që të kulloj gjaku, ajo quhet i vjetruar në frigorifer dhe me krip është gjithmonë është ky procesi që kanë edhe të huaj. Dhe sa më i fortë të jetë mishi dhe më i vjetruar, aq më shumë dhe vera duhet grada alkolike më e lartë. Kryesisht për shembull ja këtë verën e kemi sa përqind, e kemi 15% alkool, që do të ketë oksigjenim. Këto gotat janë fiks për këtë verën. Kjo gota, kjo bën përveç se këtij tingullit, e di çfarë bën kjo? Bën edhe një tingull tjetër. Hajde. Hajde. Wow. Pritë ta. Sa ta marri. Sa ta marri. Ose po dridhet. Po dridhet sepse... Po kthehet. Po jo, nuk kthehet. Sepse ajo e di çfarë ndjen tani. Ndjen edhe kënaqësi, po dhe stresohet. Se thotë jam duke oksigjenuar dhe mos më luaj. Shumë interesant. Po më intereson kjo, ekziston, është e vërtet kjo që thonë sa më e vjetër vera aq më kualitative apo bjen? Jo. S'ka lidhje shikues. Jo çdo varietet ose rrush vjetrohet dhe jo çdo vit vjetrohet, kështu që varet nga kantina dhe nga vitet. Të preferuarat e tua, dikush thotë që vera italiane është më e mirë se franceze, dikush thotë francezja është më e mirë se italiania. Unë e di që francezët janë numër 1 në botë për verë. Është e vërtet? Jo, nuk është kështu. Sepse e të lidh me italian. Jo. Nuk jam lidhur, jo. Sepse di shumë mirë të tjerët që mua sommelieri më ka zbuluar Franca. A Franca? Kështu që nuk e them. Po pse kam dëgjuar unë nga disa ekspertë që francezë janë numero 1, thonë. Francezët janë numero 1 sepse kanë ditur të bëjnë verë me atë klimë që kanë. Dhe me atë tokë që kanë, dinë të bëjnë një produkt shumë të mirë. Po Toskana, çfarë bëri Italia? Çfarë bëri? E bëri Italia. Që kur fajtikisht ndarja që është bërë me Italinë dhe Toskana dhe Emilia Romana është në kohën e Cezarit, Julius Cezarit, që ndau parcelat dhe varietetet. Kështu që çdo vera ka histori, nuk është aq e thjeshtë për të bërë një verë. Kështu që kjo është e bukur. Okej, për ty e morëm vesh që italiane, ke mbaruar shkollimet në Francë, a? Jo, në Itali, por atë që më studioj ishte francez. Ai që të studioj ishte francez. Çka mendon? Cila është vera më e njohur franceze me emër njeh? Më e ëmbël? Më e njohur. Chateau, familjet e vogla ose kantinat e vogla quhen chateau, që e kanë në frëngjisht. Dhe atë që mund të them, se nuk mund të them dhe atë janë disa, por ajo që mund të thuhet se është një varietet shumë mirë, është Petrusi, që është një nga më të shtrenjtat dhe është francez, po është e shtrenjtë dhe shumë. Hajde një reklam të shqiptarëve. Kë do veçoje? Kemi dhe Kosovën, kemi Kosovën, kemi shqiptarët tashmë, kështu që? Shqiptar, po, kemi Labin që bën etiketa shumë të mira, kemi super, ka fituar dhe çmime edhe në Francë, ka fituar çmime vera e Kosovës. Labi Wine, e di si janë. Po, dhe Daka Wine është shumë mirë. Në Shqipëri kemi Fabën që ka fituar çmime në kemi Belbën që është në Kavaj. Kemi disa është një kantinë e re tani që quhet Kasar, që ajo bën varietete shqiptare, shesh. Kur të vish në Shqipëri, unë kam shumë dëshirë që të provosh disa etiketa të mira shqiptare. Do provojmë disa etiketa të mira shqiptare pa merak, por kam një pyetje. Je dehur ndonjëherë me verën? Apo je aq eksperte që dita menaxhosh, pak djath, pak ushqim, pak verë? Edhe ujë. Ujin është ujë, është një zinxhir cikël. Kohët e fundit jo, kam shumë kohë padur. Para disa vitesh edhe ndoshta 1 herë ose 2 herë, por nuk e marr mend. Shumë e di ta kontrolloj veten se duke qenë sa gota mund të bëjnë të derë. Edhe një gotë varet nga gjendja emocionale. Nga gjendja emocionale. Po ka të bëjë shumë gjendja emocionale. Domethënë ka raste për shkakun që edhe me këtë mund të ndjesh si e mirë dhe mund të ndjesh diçka ndryshe. Sepse dikush thotë që vera t'jep gjësi tjetër, ja, përmend gjendjen emocionale, të bën ka prapia alkoolike që të dejnë. Mirë. Këtë një klasë tjetër, kjo ka diçka tjetër. Çka është?
alkoolit me përqindje të mëdha, sigurisht që të dehin. Kurse rrugtimi i verës është një rrugtim shumë i bukur dhe shumë i gjatë. Që kur e mendon që ajo ka kaluar një halk dhe ka një zinxhir të shumë të gjerë deri ku ka arritur këtu, kjo do të thotë që ka jetë. Vera është qeliz, është jeton. Si ti sillesh do të sillet, si ta mbash do të mbaj. Që prandaj them që edhe në gotë ajo është e jeton dhe ty të jep atë kënaqësinë e veçantë, sepse po thash edhe një herë, rrugtimi është shumë i gjatë dhe kanë punuar shumë persona, shumë njerëz për këtë lloj vere. Prandaj të them, i ke rënë pishman që ke gjetur profesion? Nuk është se i kam rënë pishman, nuk është se jam vlerësuar shumë si në Shqipëri, sepse jashtë ka marrë vlerësimet më të mëdha. Megjithatë, po ndryshon kultura, më vjen shumë mirë, dhe që jam një nga të parat që e kam zgjedhur si profesion. Njërë si më e mira në Shqipëri? Më e mira, deri diku po. Pse deri diku? Për atë arsye të kam ftu të shija. Faleminderit, shumë faleminderit. Biznes nuk jemi duke bë. Jo, vlerësim është, po. Mundohem, duke qenë se kam edhe disa kantina që përfaqësoj si brand ambasadore, kështu që. Shikues, për ndryshe, Entela Cenkon e kam takuar vitin e kaluar në Prishtinë një event pjatat ushqimit dhe degustim pra edhe gotat verave, ku vetë Entela ishte aty që ishte mjaft interesante për ta dëgjuar. Njerë mendova që do të jetë një natë bajate, po ishte shumë e këndshme dhe mënyra si na i shpjegonte gotat, verat, me çka shkojnë, si ta pim, si ta nuhasim e tjerë e tjerë. Unë të përgëzoj. Faleminderit. Për këtë që bën. Na ka me një çantë këtu. Po. Është çanta e somelierit? Çanta e somelierit. Që çdo vit del një libër me gjithë kantinat e botës. Kemi shqiptarët aty? Jo, ende. Jo, ende. Si më jo? Wow, sa keq. Pas kemi ende punë. Edhe pse rrush kemi mjaftueshëm. Kemi marrë çmime, jemi tani me çmime ndërkombëtare. Jemi me Dali Ari, sigurisht që po rritemi. Por që kur të arrim, kemi shkuar në rrezikë të famshme, që kemi shkuar nga Decanter, nga Veroso. Por që, e di që është kjo? Dhurat për mu, shikut. Kjo është gota e somelierit. Bravo, me do asat që ka ke fituar pra një çmim. Jo, kjo është, këtu përfundon nivelet e somelierit. Kjo është ajo që kishet një institut të Kratit, sepse më përpara, somelierët në përbot, kishin nivele për të provuar verën. Nuk kam pas goda qeqi. Kjo është ajo që provonte dhe kur shërbeshe, ishte kjo si pjesë e gotës, si me thënë edhe të nivelit që duhet të sugjeronte, mbretërve në atë kohë, kishave në atë kohë, që kjo verë bën apo s'bën. Dhe këtu kanë qenë po të shikoni me vëmendje, edhe më thënë nivelit si mund të ndryshojnë. Sa interesant, shumë interesante. Për ndryshe, kemi pyetje nga publiku, dhe ka ardhur një pyetje. Ta lexoj? Po, patjetër. Pastaj na tregon çka është ai stilolaps. Është stilolaps? Jo. Jo, hajt na tregon shikues fillimisht. Tani, ta hap njerë. Çfarë është kjo? Kjo është një termometër që ne këtu kuptojmë sa temperatura është vera, sepse edhe vera duhet pihet shikues me temperatura, shumë interesant. Okej, sa do të presim? Ja, shumë pak. Shumë pak? Ta lexojmë pyetjen atëherë. Shikues, po e lexojmë pyetjen derisa të bëhet gati. Pyetje për somelierën. A ka ndonjë asocim ndërmjet verës që përgjigji njerëzit dhe a estetik të tyre? Do me thënë, si lidhet vera me imazhin? Imazhin e etiketave për këtë e ka? Me imazhin e njeriu, do me thënë, mënyrën kur e zgjedh. Ajo është, shiko, njerëzit janë të ndryshëm, popujt janë të ndryshëm, vendet janë të ndryshme, sipas vendit zgjidhet dhe shija. Nëse jemi në Bregdet, ne do zgjedhim një verë të bardhë, sepse Bregdeti nuk na e lejon. Darka po, na e lejon e Bregdetit. Do të thënë këtu janë. Dhe ne rritemi me tokën tonë, që do të thotë, produktet e tokës tonë është ajo që neve na shijojnë. Më përpara, neve nuk kemi njohur produktet e detit. Kanë qenë shumë të pakta. Tani ka ndryshuar shija, ndryshon mënyra se si jetohet, ashtu është dhe vera. Domethënë, çdo vit ne mund të ndryshojnë receptorët dhe mund të ndjejmë etiketat të tjera, verat të tjera dhe shije të ndryshme. Do me thënë, unë për shembull nuk konsumoj, kisha shumë kohë që konsumoja sushi dhe tani nuk konsumoj se nuk ma pranon trupi. Shumë interesant. Por, çfarë bëj? Konsumoj diçka ndryshe, për shembull një makaron ose një noodles orizi që e konsumoj dhe me një verë të kuqe sepse më pëlqen me një mish të gatuar. Prandaj them, po. Prandaj thua po?
Po, dhe sa shkoj kjo? Sa shkoj? Shkoj aj sa duhet, 17. Është mirë? Po, është mirë, që kështu duhet temperatura. Super, sa interesant. Po, me që kam dhe këtë pjesën, ta fshi, sepse duhet ta fshi. Okej, sa interesant. Po. Ky është një termometër që ne kur bëjmë testet dhe kur bëjmë shpjegimin për eventet ose për trajnimet e ndryshme, sepse unë jam pjesë edhe trajnimeve për pjesën e shërbimit, këto janë elementet kryesor që duhet të dinë çdo kush. Hare gëzuar. Gëzuar. Mirë se na ke ardhur edhe një herë. Mirë se ju gjeta dhe suksese për mëngjese më të bukura si kjo. U kënaqa. Faleminderit shumë. Doja të pyesja për punën e promovimit. Ti ke përfaqësuar edhe disa kantina Kosovës jashtë vendit. Po. Cilat kantina Ato që përmonda si u pritën labin, a? Po, edhe Daka, edhe Stone Castle ka qenë, edhe ka qenë dhe kantina të tjera sigurisht. Unë jam gjykatëse e verave nëpër Europë. Jam përzgjedhur. Dhe në disa vende të Europës, edhe në disa vende që ne edhe i duam dhe si duam, jam e detyruar të shkoj, sepse edhe jam gjykuar për këtë gjë. Jam e detyruar të shkoj sepse kjo është puna ime. Është profesioni im, do jetoj. Dhe në këtë vend që nga shumë ne që nuk e duam, s'mund ta përmend tani. Unë jam ajo që kam bërë verën e Kosovës ta promovoj dhe të gjitha ai vend ka bërë dhe flamurin ton. Që se Kosova është Shqipëri, ne jemi bashkë me njëri tjetrin dhe nuk ka dallime. Kur unë them që jam sëmënirë shqiptare, nuk e ndaj Shqipërinë. Domethënë siç kam verën në vendin ku jam rritur, po kam edhe verën kur unë e mësoj. Unë me Kosovën kemi edhe krushi, kemi marrë dhe kemi dhënë dhe kështu që jemi shumë afër. Tani po du mu lidhë dreka që kishim sot, sepse Entela u befasuta, po nuk e marinohet ati me verë të kuqe? Po jo, kjo është një sallat italiane tagliata, sepse mund të marinohet edhe me balsamike se do të temë pra sepse vera merr dëshirë balsamike. Po, për atë arsye, pastaj humba ajo aciditetin, por tjetra është sepse kemi shikuar se po na shohin që nuk e konsumojnë fare alkoolin. Edhe do të mendojmë edhe për ata, kështu që një lëng rushi mund ta pinë. Një lëng rushi. Po mundet, po. Po e kisha fjalën për mishin. Po dhe një lëng rushi. Po. Pa alkool. Po, super, po pëlqen. Entela, jemi në fund të minutave të kësaj bisede, e di që do të doja, po kaq janë minuta. Ka që kemi emisionin. Do ta bësh në Shqipëri? Po pse jo? Ma rregullohet, edhe erdha. Po patjetër. Po i marr kofera, teshat. Po provoj pak jetojnë në Tiranë. Një nga televizionet publike shqiptare mund ta propozoj, se me që jam dhe pjesë aty. Bëja. Kështu që është gjë fantastike. Domethënë jo, e bëjmë dhe bashkë. Ti gatuar, unë bëj kritike dhe hyrë. E bëjmë atë, hiç nuk ka problem. E bukur kjo. Do të mbyllim bashkë emisionin. Çfarë do të thua shikuesve që na shohin? Të konsumojnë produkte vendore, sepse kanë shumë shije. Sipas vendit bëhet edhe kuventi, themi ne. Fol me shikues. Dhe verën ta zgjedhin sërish të vendore, nëse ata kanë mundësi dhe dhe risitë e reja ose provat e reja nuk janë asnjëherë keq. Çdo gjë do dalim me shijen që ka personale. Unë të gjithëve ju uroj gëzuar, shëndet dhe paqe me njëri tjetrin. Erdha. Dhe unë mendoj që e meriton këtë verë ta marrësh në Tiranë. Babuna nga Argo Grupi. Faleminderit shumë. Dhe ta gëzosh me këtë adon zemra. Shumë faleminderit. Se merr mendja që edhe Argo Grupi po thonë si ja dhana një shishe Entelës, se po ta jap nga zemra. Po jo shumë se se kemi dhe afër dhe kështu që mund të bëj edhe një vizitë tek ajo kantinë pse. Se jo, janë fantastik, kanë shumë përzgjedhje. Tani nuk di a kanë më shumë franceze apo italiane. Po kemi këtu të feshin, jo s'ka rëndësi, thash sepse pash që ti anoje nga verat italiane, doja të ngacmoja. Jo, se si jam aq shumë italiane. Jo, e shqiptare. Atëherë shikues, me Entelën kthehemi për ta mbyllur emisionin. Mos e ndroni kanalin, jemi live në kanalin tonë zyrtar Shianës në YouTube. U kënaqa, u shkri shikus, u shkri. Gëzuar? Me çfarë arsye gëzuar, se po na shohin shikuesit? Për shumë gjëra, Sepse harova të pyes këtë.
këtë gëzuar që e bëjmë dhe nuk e shiqojmë fare në sy dikë. Kemi për veshin. Për sy. E ke për ata kështu shqiptarit apo kështu, të kështu më rënë sy. Është dashni, është dashni. Është dashni, është dashni. Është brenda. Po një pyetje mund bëj unë? Po patjetër. Të orën e rërës, ç'i bëre? Harova ta kthej, po më fal, kjo nuk është ora e rërës, kjo është ora e zallit shikues. Ne rërës i themi zall, e ke ditë ti? Po e di se shumë hundet e ne zalli thon, s'ka më gjë, e kuptoj. Rër, prej nga rëra. Rër, si Gjakob, rër. Do e kthej, haj kthej edhe pse përfundoi emisioni. S'ka që. Po koha jona vazhdon. Hajde. Ne koha jona vazhdon. Patjetër që vazhdon. Gëzuar edhe një herë. Dhe gëzuar. A kalove mirë se kam një dhuratë tani para se më shku. Prap një tjetër? Po pra. Wow. Ja. Këtë e ke këtu nga Monini. Oh, Ke faleminderit. risotto, ke pontin pra aceton balsamico me të cilën e kam marinuar, ke risotto, pas ke edhe tigullin. Amazing. Mund të bëj një pjatë të tillë të ta kopjoj? Po patjetër, ama a harron në ma bu tek se harrova dhe diçka tjetër do t'jap edhe një dhuratë. Po, a mund të ta bëj tak? Kur ta hap? Po, a je sigurt? Po, a jam e sigurt? Po, po plot thonë që të bëj tak edhe po harrojnë. Okej. Disi Ciao Alberto, shikues si ka pëlqyer. Kam su i fjalë që më ta hëngsha zemrën. Ta, po na keti hojna zemrën. Ta hëngsha zemrën. 20% ulje nga Ciao Alberto. Kuzhina, fotele, kauç çka të duash, divan, se këta divani thojnë kauçit. 25% nga teknika franke më e mira kur të vjen rruga, sepse mund të ta sjellin edhe andej, ruaj këto i ke pa afat. Faleminderit shumë. Ja pra, kjo është dhurata më e bukur. I mora unë dhuratat e vitit të ri nga Ana, kështu që shija e Anës gjithmonë dashuri. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Se po ata, por e kam një kërkesë. Ti ka një kafe? Patjetër. Ditë diel, a? Ditë diel. Ikim. Kaloni bukur. Kaloni bukur.